Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, këta persona duhet të konsumojnë me njëherë qershi. Do trajtoni këto sëmundje. Qershit janë padyshim super ushqimi i stinës së verës, të buta dhe plot lëng, mund të jenë të ëmbla ose të ahta, por gjithnjë me një shije të mrekullueshme. Vetëm një tas prej tyre përmban rreth 90 kalori dhe është i pasur me vitamina A dhe C. Konsumimi i këtij fruti të vogël plot shije i dhuron trupit tuaj shumë antioksidantë, të cilët ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe të mbipeshës. Krahas këtyre vlerave, ekspertët thonë se qershit ndihmojnë organizmin edhe në shumë drejtime të tjera. Në këtë video, këtu ne do të listojmë disa nga vlerat e jashtëzakonshme që ju mund të përfitoni nga kokrat e qershive. Qershit janë një burim i madh antioksidantësh dhe për këtë arsye ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik që është faktori kryesor për sëmundjen e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumimi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjes së kockave. Gjithashtu qershit parandalojnë inflamacionin e organizmit dhe problemet me presionin e ulët apo të lartë të gjakut, ul nivelin e sheqerit në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit munden që të jenë zgjidhja e duhur për të qëndruar të shëndetshëm. Si të gjithë frutat me ngjyrë të kuqe, edhe qershit ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Antoksianina sipas mjekëve rrit me 50% prodhimin e nivelit të insulinës në trup, duke ndihmuar kështu rregullimin e sheqerit në gjak. Ndihmon në sëmundjet e zemrës. Qershit e ahta ndihmojnë në përmirësimin dhe në parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht ato, do të parandaloni dhe gjithashtu rrezikun e sëmundjes së prekjes nga ataku në zemër. Ndihmon gjithashtu në reduktimin e yndyrave të këqija në gjak, duke ju dhuruar një trup të shëndetshëm. Kundër sëmundjeve të këqija, një dietë sa më e pasur gjithashtu me qershi mundet që të ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet e këqija. Duke qenë të pasura me fibra, ato promovojnë tretjen e mirë dhe ulin në rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zorrës së trashë, veçanërisht qershitë e ahta, të cilat përmbajnë disa enzima, të cilat e ndihmojnë trupin që të rregullojë radikalet e lira. Ndihmon në përmirësimin e memorjes. Janë një burim i mirë antokjanin, që do të thotë një shëndet më i mirë për memorjen. Ky frut shumë i shijshëm e ndihmon trurin të përmirësojë funksionet e tij dhe gjithashtu të përmirësojë memorjen ndër vite. Konsumimi një tasi me qershi në darkë do të përmirësojë edhe cilësinë tuaj të gjumit. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe të ciklit të gjumit tek njeriu. Kjo pasi janë të pasur gjithashtu me melatonin, një enzim e cila ju ndihmon ju në qetësimin e organizmit. Këshillohet të konsumoni gjithnjë qershi të freskëta apo lëng të shtrydhur të tyre për të marrë vlerat më të mira. Qershit janë padyshim super ushqimi i stinës së verës. Të buta dhe plot lënga të mund të jenë të ëmbla ose të ahta, por gjithnjë me një shije të mrekullueshme. Vetëm një tas me qershi përmban rreth 90 kalori dhe është i pasur me vitamina A dhe C. Konsumimi i këtij fruti njëkohësisht plot shije i dhuron trupit tuaj shumë antioksidant. Mirë po nga ana tjetër, sipas studimeve, edhe lëngu i qershive të zeza nuk është thjesht i pasur me antioksidant, por ai përmban 5 herë më shumë substanca jetike krahasuar me sasinë e disa prej burimeve të tjera të mira të antioksidantëve. Një gotë 250 ml e lëngut të qershive të zeza
Arrin gjithashtu që të përmbaj më shumë antioksidantë se 5 domate të freskëta të stinës. Antioksidantët janë ata të cilët i japin qershive ngjyrën e kuqe dhe kjo është arsyeja pse i përket antioksidantëve që sa më errët të jetë qershia, aq më shumë janë mirëbërëse për organizmin. Për gjumë të qetë, shumë njerëz përdorin një gotë qumësh të ngrohtë para shtratit si një mënyrë për të stimuluar prodhimin e melatoninës dhe për të ndihmuar veten që të zbresin në gjumë. Një gotë me lëng qershi të zeza funksionon shumë herë më mirë për këtë pasi përmban një sasi të madhe të melatoninës. Rënje nga pesha. Lëngu i qershive të zeza ndihmon për shkak të sasive të larta të tiaminës, riboflavinës dhe të vitaminës B6, të cilat luajnë një rol vendimtar në rritjen e metabolizmit tuaj dhe ndihmojnë trupin tuaj të konvertojë glukozën në energji të përdorshme. Fuqi dhe energji. Lëngu i qershive të zeza ndihmon fort trupin tuaj për të marrë më shumë nga karbohidratet që ju konsumoni. Një gotë lëng qershie është pikërisht zgjidhja ideale kur juve ju bie niveli i sheqerit në gjak. Plot me hekur. Përveç përfitimeve të tjera shëndetësore nga lëngu i qershive të zeza, ju gjithashtu mundet që të përfitoni një sasi të madhe hekuri dhe ky është një lajm shumë i mirë, sepse hekuri është ai i cili përdoret për të krijuar qelizat e kuqe të gjakut. Nëse ju ndiheni vazhdimisht të lodhur, shtoni hekurin në ushqimin tuaj dhe kështu ju do të ndiheni akoma dhe më energjik. Tensioni i gjakut. Lëngu i qershive të zeza është gjithashtu një burim i madh i kaliumit që ka efektin e largimit të natriumit dhe gjithashtu të kripës së panevojshme nga trupi ynë. Kjo ndihmon edhe për të ruajtur ekuilibrin jetik, të ndihmon edhe në reduktimin e presionit të lartë të gjakut. Lëkurë dhe flokë të shëndetshëm. Për shkak të përmbajtjes së lartë të hekurit tek qershitë e zeza, lëngu i tyre ndihmon në parandalimin e humbjes së flokëve si edhe përmirëson qarkullimin e shëndetshëm të kapilarëve duke tonifikuar edhe lëkurën tuaj. Prandaj, sipas mjekëve, ju nuk duhet që t'i largoni qershitë nga dieta juaj, sepse ato kanë efekte pozitive të pabesueshme në shëndet. Këto fruta të kuqe që për shumë njerëz janë një ëmbëlsirë e preferuar e verës, janë burime të pasura të zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka një efekt pozitiv në shëndetin e zemrës dhe është komponent i rëndësishëm i qelizave dhe lëngjeve të trupit që rregullojnë punën e zemrës dhe presionin e gjakut. Në sajtë një efekti të fortë anti-inflamator, fruti i kuq në përgjithësi paraqet aleatët më të mirë kundër dhimbjeve në kyçe. Të pasura me antioksidant, polifenole dhe vitamin C dhe E, beta-karoten, ky frut parandalon oksidimin e qelizave dhe gjithashtu shoqëron proceset inflamatore, ashtu që rekomandohet për njerëzit të cilët vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti, apo kanë lëndime sportive. Sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë kanë efektin e më shumë se një tablete aspirin. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.